Informal dy ditori Edi Ramës me ministrat, deputetët e drejtuesit e institucioneve në varësi të qeverisë nuk pati diskutime në lidhje me listat e kandidatëve për deputet. Pohohet se mbledhja larg vëmendjes së publikut pati si qëllim prezantimin e programit sektorial të ministrive dhe institucioneve, planet e investimit për të ardhmen dhe ecuritë e projekteve aktuale. Urimet pohojnë se kreu i qeverisë ka kërkuar përqendrim maksimal te kryeobjektivi i qeverisë për turizmin dhe nxitjen e tij, ndërsa dëgjesa me ministrit dhe institucionet ka shërbyer si udhëzues për të orientuar deputetët dhe drejtuesit e qarqeve për fushatën elektorale që troket. Sa u takon diskutimeve për listat e kandidatëve për deputet, urimet pohojnë se kryesocialisti Rama është në kontakt të vazhdueshëm me bazën, teksa duke filluar që nga e diela do të nisë konsultimet me drejtuesit e qarqeve për të identifikuar njerëzit me kontribute në parti, por edhe me peshë në zonat e tyre. Ajo që pritet të ndodhë me siguri është formula e aplikuar nga Rama në dy zgjedhjet e fundit parlamentare, ku drejtuesit e qarqeve dhe figurat qendrore të partisë, përfshirë dhe vetë kryetarin, nuk renditen në listat e sigurta, por në kufirin ndarës të objektivit të mandateve që Rama cakton për çdo qark. Risia këtë herë pritet të jetë përfshirja e të rinjve që kanë aplikuar përmes platformës Deputeti që duam. Në total janë mbi 300 kandidatë të identifikuar në këtë platformë, ku do të përzgjidhen emrat më të spikatur.